Ndërkohë që disa kërkojnë prova gjenetike për të konfirmuar lidhjen midis pellazgëve dhe shqiptarëve, mbetet për t'u pyetur: a mundet ADN-ja të përkufizojë një trashëgimi kulturore që ka kaluar në përshekuj përmes gjuhës, zakoneve dhe kujtesës kolektive? Deklarata të tilla, që ngrenë dyshime për mungesën e provave, dhe rrezikojnë të thjeshtojnë një çështje shumë të ndërlikuar, sepse historia nuk është gjithmonë një shkencë me formula të sakta. Ndonjëherë ajo është një mozaik i thyer, ku çdo gur mund të jetë vendimtar për të rindërtuar të kaluarën. Por pse na mrekullon misteri pellazgëve? Sepse së pari duam të dim nga vijim, së dyti çdo kom kërkon një mit themelues, dhe së fundmi sepse në një botë që i shkroi fitimtarët, ne kërkojmë ata që u zhdukën pa zë. Pellazgët mund të jenë pasqyrë vetë njeriu të lashtë, që përpara se t'i shkruante historitë, i jetonte ato. A ishin pellazgët real, apo janë vetëm një emër i lashtë që përdorim për të mbushur boshllëqet tona identitare? A janë ata paraardhësit tanë, apo janë vetëm një popull tjetër i harruar? E vërteta është kjo: historia nuk i ruajti zërat e tyre, por gjaku ynë mban ende jonën e tyre.